Figura të botës akademike kanë vlerësuar aktin e vendosjes së bustit të intelektualit të shquar Llazar Zaifundo në zemër të qytetit të Korçës. Historiani dhe profesori Aurel Plasari theksoi se vendosja e bustit të Llazar Fundos në Korçë i rikthen drejtësisë historike njërin prej intelektualëve më të persekutuar të shekullit. Historiani tha se monumenti që i ka ndërtuar Korça është një borxh historik, një vlerë e shtuar kujtesës së Korçës dhe të Shqipërisë për një viktimë që më thjesht se sa ta quajmë të diktaturës ishte viktimë personale e Enver Hoxhës. Plasari zbuloi të tjera detaje historike duke thënë se ish diktatori Enver Hoxha në mesazhin e tij për të vrarë Zaifundon. Pyetjen e parë që kishte kërkuar t'i bëj ishte: pse ka vajtur në Kosovë? Historiani dhe profesori Aurel Plasari nënvizoi se ky është një tregues i xhelozisë së sundimtarëve kundër intelektualëve dhe njerëzve të mendjes. Mendoj që monumenti që i ka ndërtuar Korça është një borxh historik, një vlerë e shtuar kujtesës së Korçës edhe të Shqipërisë, për një viktimë që më thjesht se sa ta quajmë të diktaturës, viktimë personale e Enver Hoxhës. Kjo është një vërtet që duhet theksuar në histori, se tashmë është dokumentuar, pavarësisht nga interpretimet e ndryshme që janë dhënë krimit për ekzekutimin e tij fizik, për torturimin e tij dhe ekzekutimin e tij fizik. Mos harrojmë që në mesazhin e tij për të vrarë Zaifundon, Enver Hoxha, që si ishte ende në pushtet dhe kishte filluar vrasjet, jepte porosinë që t'i bëhen disa pyetje, dhe pyetja e parë ishte pse ka vajtur në Kosovë. Kjo duhet na bëjë të kuptojmë edhe më qartë kontekstin e ekzekutimit të një intelektuali si Llazar Fundo, si tregues të xhelozisë së sundimtarëve kundër intelektualëve dhe kundër njerëzve të mendjes.